Debat për një me është debati I vetëm I cili zhvillohet platformë televizive që zhvillon debatet zgjedhore mbi standardet e verifikimit të fakteve, apo si quhen ndërkombëtarisht fact check. Po përveç Kosovës, këtë javë kemi mbulu edhe Maqedoninë e Veriut me debate të këtij standardi. Ky projekt realizohet në bashkëpunim mes kanalit të dy televiziv Maqedonisë së Veriut, MRT2, I cili transmeton gjuhën shqipe, edhe Radio Televizionit Publik Kosovës RTK-s, bashkë me Kallzo.com-in dhe debat për një me. Për një javë me radhë, do t'jemi me ju për me sjell këto debate prej komunave më të mëdha që qeverisin kryesisht nga komuniteti shqiptar, I pat disa prej komunave tjera, e sonte e kemi komunën e Gostivarit. Komunë kjo me rreth 60.000 banor edhe me sfida të mëdha që presin zgjidhje nga qeverisja lokale. Për Gostivarin në këto zgjedhje garojnë Sebaedin Dauti nga koalicioni Vlen, Valbon Limani nga koalicioni AKI, Darko Grujoski nga partia Levica apo e Majta, edhe Visar Ademi, kandidat I pavarur. 2 nga 4 kandidatët kanë dezertu nga debati, ndërsa tash ta ndjekim Visar Ademin, kandidatin e pavarur të Gostivarit. Ti Visar, faleminderit që ke ardhur, e pse Sebaedini edhe Valboni nuk vinë me ty? Se di, sinqerisht, ajo është nështë pyetje për ata, por unë di them që kjo është mungesë respekti. Edhe ndaj juve si televizion, edhe pasi kanë konfirmuar, për më tepër ndaj qytetarëve të Gostivarit, të cilat do privohen nga ballafaqimi I projekteve, ideve konkrete, dhe në fund vendoset se cili do t'i përfaqësojë më mirë ata në qeverisjen lokale. Unë kam menduar që karakteri I tyre do kishte qenë më I madh se sa çdo kapriço apo inat personal nëse ato e kanë me mua, me qëllim që t'i drejtohen qytetarëve, jo mua. Ato nuk bëjnë as nder mua. Por vjen keq edhe pas konfirmimit ato nuk e fuqizuan veten që të dalin mbi veten. Edhe të vinë edhe të ballafaqohen këtu me mua. Ballafaqim, ti prapë je këtu me prezantu platformën tënde, Visar, edhe po filloj me 2 minutat e parë. Çka ofron ti si kandidat për Gostivarin për 4 vite tash? Jetë e dashur, unë në 2017 kam ndjek në debat, edhe atëherë ke mbuluar Gostivarin dhe kemi folë për mbeturina, për qendra cak, për korrupsion, për infrastrukturë të rënuar. Prapë sot do folshim për të njëjtat tema, të cilat atëherë kanë qenë aktuale, por edhe 8 vite më vonë përsëri do flasim për gjitha tema. Ne duhet të ishim barabartë me të gjitha qytetet europiane dhe rajonale dhe të flasim për programe soft, buta, zhvillimore, me qëllim që t'u japim ekonomisë një shtyqje të madhe konkurruese, për t'u dhënë të rinjve një mundësi punësimi sipërmarrësie, të arrisim cilësinë, por këto janë tabu tema në Gostivar, sepse po ashtu ne mbytemi në mbeturina, ne mbytemi në erë e cila kundërmon gjithandej dhe jemi kthyer në një favel Amerikane Latine dhe bën Gostivar një deponi e madhe, një grope e madhe mbeturinash, e cila si duket nuk ka zgjidhje. Gostivari ka vetëm një kamion për mbeturina, nëse nuk e din, prodhon diku të afër 100 ton mbeturina në ditë, edhe për kësaj që ka koncesioner privat, ato nuk arrin t'i mbulojnë të gjitha nevoja që ka komuna e Gostivarit. E dyta, ka një pajisje të amortizuar kontener të pakët, e cila sot rrallë mund shofi shpamje, e cila ka 4 rrota, kontener me 4 rrota. Ka një fuqi punëtore e cila punon me 18.000 denar apo 300 euro në muaj, në ndërkohë që drejtori ekzekutiv i asaj ndërmarrje, edhe pse me borxhe merr deri në 3.000 euro bonuse, sepse punon me orare të zgjatura. Ne kemi një administratë të mbushur e cila shkon në mitingje partijake, e cila kjo qeverisje ka marrë me 150 jeta punonjës, ndërkohë që numri I banorëve ka ra për 40.000, edhe kur duhet të ulesh të numri I punonjësve, ne kemi një rritje 2 fisht deri në 300 persona të cilat janë administratë lokale, sepse ato nuk duan zhvillimin e Gostivarit, ato duan ta nënshtrojnë dhe ta sundojnë Gostivarin për ta dhënë pastaj si trofe për qeverisje ose për zgjedhjet parakoshme. E fundit fare, unë mendoj që tani ka disa gjëra shtesë, nga ajo kohë që ke qenë ty, keni folë për borxh 1.5 milion, Gostivari ka 25-30 milion euro borxh. Çdo qytetari I Gostivarit ka prej 500 deri 800 euro
borç. Çdo fëmijë i palindur ka dikun të afër 1.500 euro borç. Hulumtimi jon jenë që tem Visare po du me konfirmu me ty, hulumtimi jon po thotë që qytetarët i kanë borç komunës hiq më pak se 11.27 milion euro. Dhe qytetarët komunës e nështë ta bizneset shtohen tutje, por qysh do t'i arkëtosh këto mjete? Jeta ke pa do një herë dikun, qoftë Maqedoni, qoftë Kosovë, do një qytetar i cili vjen vullnetarisht pagun taksat. Është pavësia e komunës ose kryetarit komunës për t'i mbledhur këto taksa. Tani pse nuk i mbledh kryetari i komunës këto taksa, duhej sot ta tregonte këtu në debat, pse e penalizon atë që paguan taksa dhe privon dhe nuk ja jep të kënaqësi dikujt i cili nuk paguan taksa. Gostivari sot Jeta është kampion me ndërtime pa leje. 8.800 ndërtime pa leje kemi, e cila rezulton sipas matematikave të mia, nëse e merr dikun të afër 500 metro katror një ndërtesë mesatare, 132 milion euro të paarkëtuara në emër të këtyre ndërtimeve pa leje, e cila po ashtu shkon deri në 15 milion euro tatim pronë, e cila nuk paguat se nuk janë pjesë e sistemit. Tani, një kryetar i cili thotë që qytetarët nuk paguajnë tatime, a duhet të vazhdojë të qëndrojë në krye të komunës? Atëherë, kallëzona qysh i mbledh ti? Tani, ajo që dua të bëj unë është e parë që të bëj digitalizimin e të gjitha sistemeve të komunës. Unë do e bëj që qytetari të paguaj dhe nuk ka nevojë që të mundet vi deri te komuna të paguaj taksën. Unë do të kthej taksën e komunës në mirë komunale, shërbime komunale. Mirë, parës te që ata s'dojnë me pagu vullnetarisht, Visar. Po? Qysh ishtin ti me pagu jo vullnetarisht? Jo, ato thjesht e para njerë sepse nuk ka sistem digital. Dhe me thënë, nuk ka sot një platformë e cila ka të bëjë me i-tatimet. Dhe me thënë, çdo njeri i cili në base mund të jetë vullneti i mirë i tyre, për nuk ka kapacitet komuna, nuk ka mjaftueshëm resurse, shkon deri te biznesi apo te individi për ta marrë të lloj pronë. Se komuna me shku e mos me marrë qytetari vetë me pagu? Sepse nuk ka sistem, Jeta, nuk ka sistem, platformë, nuk ka. Unë do bëj një revizion të gjitha ndërtimeve pa leje dhe ndërtimeve që kanë qenë nga 2017 deri tani, dhe dua që t'i fusë në sistem. Një formë e pagesës së tatimeve është përdor kushtëzimi, që nëse ti do mi kry do punë në komunë, do me marrë leje e kurëzën me tatim. A keme përdor punën e kurëzimit? Çka keme përdor? Jo, unë do bëj revizion të gjitha ndërtimeve pa leje, që me qëllim që t'i fus në regjistrin e ndërtimeve dhe pastaj jo t'i kushëzoj. Thjesht u tregoj që këto para do përdoren për shërbime komunale, këto nuk janë para të cilat i merr kryetari i komunës apo administrata. Thjesht nëse ato duan arsim cilësor, nëse ato duan një ekonomi të konkurrueshme të Gostivarit, nëse ato duan infrastrukturë të dur, mbeturina më pak e kështu me radhë, duhet paguajnë tatime. Kjo u mendoj Jeta se nuk është vullneti i tyre, thjesht ato nuk janë pjesë e sistemit brenda, sepse komuna i ka lënë jashtë regjistrit të ndërtimeve legale, edhe e dyta, sot nuk ka asnjë komunë, nuk ka asnjë biznes i cili dëshiron vullnetarisht paguan, në qoftë se ato nuk i krijon një debat për t'i treguar se cilat janë projektet, edhe pa pagat, edhe pa parat publike që vinë nëpërmjet taksave dhe tatimeve komunale, këto do jenë më të vogla, më pak më të vogla, edhe do jenë do kenë më të varfëra, do privohen nga ato shërbime të cilat i duhen sektorit privat, arsimit e kështu me radhë. Mirë, fole vetë për mbi 8.000 ndërtime pa leje që janë Gostivar, e une po du me u kthy fillimisht me më tregu çfarë plani urban do të bësh për Gostivarin, si ke planifiku dukjen katet, ndërtimet që të bëhen me leje në periudhën e ardhshme 4 vjeçare. Kjo është shumë e rëndësishme Jeta, sepse Gostivari funksionon vetëm në qendër, edhe jashtë qendrës ke persona të cilat jetojnë me jam aseptike akoma, dhe me thonë ne duhet të bëjmë një plan detaj të tregojmë se cili është truri financiar dhe biznesor i Gostivarit. Pjesa e sheshit ose diametri i qendrës duhet të jetë atje ku jetojnë dhe frymojnë bizneset, zejet, bankat, shërbimet e kështu me radhë, dhe gjithçka të shkojë në shërbim të këtyre bizneseve, sepse e dije që çdo lloj qyteti i madh modern, duke filluar nga Londra e deri te vendet më të vogla, pjesën më vitale të vete biznesore kanë qendër. Te ne nuk ka një lloj plani të detajuar urbani që i tregon se ku është biznesi, ku janë këto zonat rezidenciale të cilat janë kolektive. E dyta, ne do të tregojmë se cilat ku janë zonat rezidenciale dhe cilat ku janë zonat të banuara me ndërtesa apo kolektive. Sot Jeta në Gostivar ke ndërtesa gjithandej, ke mbi vare, afër vareve, kështu me radhë, sepse
sot Gostivari është qytet i vetë reguluar nga biznesi. Ato ku shohin mundësi të vendosin biznesin e tyre apo ndërtimin e tyre e vendosin. Pse? Sepse Gostivari nuk ka një vizion se si e shef Gostivarin për 10 vjeçarin e ardhshëm. Dhe fundit fare, unë dua të bëj një plan të detajuar urbanistik edhe për të krijuar disa zona elitare për njerëz të cilët kanë para, kanë financa dhe duan të jetojnë në një lloj komuniteti të ndaras veçmas nga qyteti. Ku do t'i ndërtosh ato zona? Ato ka disa zona që janë jashtë Gostivarit, dhe është zona të autostrada që vjen nga Tetova deri në Strug, edhe të fshatat përreth, sepse ka edhe disa zona të cilat janë malore, nga fshati Gjenovic, Simnic edhe Tërnov, ku janë goxha të bukura nga natyra, por mund të krijohen si zona elitare për personat të cilat kanë financa dhe duan të jetojnë në një gated community, siç e quajnë në Amerikë. E sa kat do je i disponu me lënë maksimumi apo për informatave që i ki? Sa kat mendon që duhet jenë ndërtesat në Gostivar? Shifeta, nuk është problemi i katëve, sa është problemi se në Gostivar asë kërkush nuk i ka privuar ato që të bëjnë parkingje. Dhe me thënë, Gostivar nuk do jepen më leje për ndërtime pa mos asiguruar një vend parking për çdo banor. Kjo do jetë e pa tjetërsueshme, e pa diskutueshme. Dhe me thënë, ti nuk mund të kesh ndërtesë në ndërkohë që i zapton bulevardet, i zapton trotuaret për banorët për të parkuar veturat. Kjo nuk do jetë praktik më në Gostivar. Do jetë praktik e ndaluar. Çdo kush i cili planifikon të ndërtoj edhe ndërtesë 10 kaçe, nëse duhet jashtë zonës qendrore të qytetit, do duhet të më tregon se si do ta rregulloj vendin e parkingut. A do shkojë ndër tokë, a do lë një pjesë të hapësirës të jashtme për parkingje? Kjo do të jetë zgjidhja që duhet ta vendosen te projekti teknik që do të dorëzon deri te komuna. Nëse është që ashtu, atëherë parkingje, sa do t'i bëjsh të komunës? Një folje për parkingje që do t'i detyrosh investitor të ri me i qetë para se me i kry ndërtesat, ose gjatë kryrjes së ndërtesave, po nëse qyteti i ka mbi 15.000 vetura, 1.000 vende parkimi. Do me thonë, kjo hulumtimi joni thot që Gostivari ka 15.000 vetura me 1.000 vende parkimi, duhet vetë komuna me i maru disa parkingje, sa parkingje i premton ti? Si pas dënave zyrtare, dikun të në një 1.000 banor ka 195 automjete, që i bie që dikun të ka 13.000 deri 15.000 vetura në Gostivar, që shkon të 25.000 gjatë kohës të verës kur vinë kurbeqare. Dhe me thonë, Arben Taravaj dhe administratat e tanishme i ka premtuar Gostivarit 4 parkingje në kate, në ndërkohë që i ka ndërtuar 0. Ka ndërtuar një të cilën ka kthyer në hotel apo restoran me bashkëpartijakët e vet, edhe akoma nuk dihet se ku është fati i asaj parkingu. Unë nuk do ndërtoj parkingje kate, unë do ndërtoj parkingje nën toksore, e do jenë 4 të tilla, të cilat do bëhet e para do bëhet në sheshin e Gostivarit, i cili do jetë shesh i integruar. Pse integruar? Sepse duhet që mbi tokë të lëvizin, të ketë gjallëri, të ketë jetë për nipërit, për mbesat, për gjyshit, për fëmijët, për qytetarët, që të mund të pinë një kafe, të konsumojnë një drek, në ndërkohë që ndër tokë duhet të jenë veturat. Ne do ndërtojmë 4 parkingje nën toksore, e para do jetë tek qendra e qytetit, i cili do jetë me 2-4 nën toksore. E si do t'i finansoni çto parkingje nën toksore? Jeta, buxheti i Gostivarit është 27 milion, a komuna ka borx 30 milion. Neve na mungon 3 milion, sepse ato i kanë ngrënë një buxhet të tërë para kohë për një vit. Vetmja mënyrë për të ndërtuar këto parkingje janë me partneritet publiko-privat ose edhe me borx plotësues, i cili nuk e duron më sepse duhet bëhet stabilizimi dhe konsolidimi i buxhetit. Prandaj duhet ekonomist në qendër të qytetit edhe në krye të komunës. Partneriteti publiko-privat në kupton që i jepet sektorit privat apo diasporës, e cila është goxha e rëndësishme për Gostivarin, sepse sjellën 1 miliard euro në vit investime kapitale dhe jo kapitale në qytet, edhe duke e patentuar se i dhënë nën koncesion një pasuri kombëtare, një llogo, një pasuri, një resurs, edhe ato pastaj në koncesion prej 5 deri 10 viteve do mundohen që ta bëjnë investimin paraprak të gjithin, e ta kthejnë pastaj duke e përdorur të koncesionin këtë pasuri natyrore nëpërmjet shërbimeve që do të ofrojmë për ditë apo për vite, derisa të kthehet investimi dhe derisa të kthehet përsëri investimi kapital i tërësishëm komunës. Për njerëz që s'njohin Visar, çka është propavia jote profesionale? I ke hy si kandidat i pavarur me i sfidu 2 aleanca të forta shqiptare edhe Vlenin dhe AKI-n që kanë kandidat vet. Pse ke hy? Edhe
çfarë profesioni ke? Jeta, unë jam ekonomist, ato nuk intereson qyteti, ato du të nështrojnë të sundojnë qytetin, sepse duhet dhe i thonë gjithmonë qytetarit Gostivaj që duhet të kemi zgjedhje parakoshme. Unë e kam për interes qytetarin, unë jam ekonomist, kam përvojë të madhe mbi 20 vit në bashkinë ndërkombëtare, përvoja ime më e madhe në kupton që të kem dhe kam eksperiencë migrante ndërkombëtare, ajo që pikërisht i duhet Gostivajt. Në këtë lloj buxheti ku gjithçka vidhet, kjo nuk është vjedhje, korrupsion, kjo është hajni që e ka bë administrata e tanishme, na duan parat fresta të cilat do vinë nga koncesionerët privat, por e do të vinë nga grantet që janë me shumicë madhe në Maqedoni, për shkak të ndihmave bilaterale që japin ambasadat dhe fondet e huaja, dhe dikush duhet t'i shkruan, t'i aplikon dhe t'i merret t'i menaxhon këto lloj grantesh. Megjithatë, përkundër faktit që ekonomiste u morëm me infrastrukturë, ekonomi edhe planifikim urban, ne nuk falem për shërbimet publike. Po du me të pyet çka keme bo për lagjet edhe fshatrat e Gostivarit që ende janë pa kanalizim. Vardari mbushet me ujëra të zeza e deponia në Rusino vazhdon me kundërbu. Qysh i adreson problemin e shërbimeve publike, si dhe me probleme serioze që janë me problemin e ujës. Në vërto ku buron Vardari nuk ka ujësjellës, kemi pyetje prej fshatrave Debresh, Bajinc, Segan që nuk kanë ujësjellës. A kanë me pas këto fshatra ujësjellës me ty? A imaginon jeta 2025 në Evropë të kemi probleme akoma me kanalizim dhe me ujë pishëm? A imagjinohet kjo? Unë kam në projektin tim atë për programe zhvillimore, për në një kohë kur Debreshi, Qegrani, Forina, Zlapushniku, Turqani, këtë këto kanë probleme ujtë pishëm, ne akoma duhet mendojmë për nevojat e shekullit kaluar. Ajo e cila e bën më tragjike është që Gostivari ka bën 25 milion euro borxh dhe ne nuk e dim se ku kanë shkuar këto para. Nuk ka as një investim kapital. Kjo është e barabartë me 850 kilometra kanalizim dhe ujësjellës që mund të bëheshin me këto para të cilat kanë përfunduar në xhepat e oligarkëve edhe njerëzve të cilat janë përreth kryetarit komunës. Te ne ka një ekuacion Pareto që 10% e njerëzve pasurohen në kryesë të 90% të qytetarëve. Edhe kjo duhet të ndërpritet. Ne duhet patjetër të bëjmë konsolidime e stabilizimin e buxhetit dhe duhet çdo kujt i cili paguan komunale, paguan taksa komunale për të bërë një ndërtim, t'i sillet kanalizimi dhe uji dhe rruga deri te vendi ku i ka paguar këtë lloj lokacioni. Një informacion që nuk e di e dini, por Vardari ka kapacitet për 550 litra sekund, në ndërkohë që në Rubineta përfundojnë 230 litra sekund ujë. Pse? Sepse rrjeti i ujësjellësit është totalisht i amortizuar, i premtuar dhe i financuar nga Seko për paratë e vjedhura, në ndërkohë që uji përfundon në tokë dhe nuk përfundon në çesmat e qytetarëve. Kjo në një kohë ku ka mungesë të ujit në këtë botën, ku ka ngrohje globale, është alarmante shifra që gjysma e ujit përfundojnë tokë dhe mos përfundojnë çesma, ndërkohë që investitorët e Gostivajt, qytetarët e Gostivajt investojnë në hidrofora, investojnë në mënyra alternative bunareve, sepse komuna nuk u premton dhe nuk u garanton atë që është me konvent humanitare, uji. Mirë, e çka keme bo për Rusinon? Të pyeta për deponin, veç të theksojmë për njerëz që sjetojnë aty, që Rusino është deponi e 9 komunave, në rreth Gostivarit, por në territor të Gostivarit. Qysh keme modernizu? Ajo deponi nuk ka certifikatat e punës që sigurohen nga Ministria e Ambientit Qetësor. Ajo duhet të dislokohet patjetër. Nuk e ka atje vendin sepse ato nuk e bëjnë përpunimin e mbeturinave dhe unë dua që të kemi një partner të fuqishëm europian i cili merret me këtë punë, ka referencë, ka eksperiencë, ka kapital që të mund ta bëjë përpunimin, reciklimin dhe përdorimin për energji biogas, që Gostivari mos ketë më varfshmëri nga energjia elektrike e shtrenjtë për të merret nga mbeturinat dhe nga përdorimi i mbeturinave. Mira e kësaj pune që Gostivari ka deponi, por duhet t'i plotësojë nevojat rajonale dhe patentat dhe licencat që kanë bërë me operimin. Dhe e dyta, nuk e di a dini, por Rusino, edhe pse nuk ka asnjë lloj
shpenzimi përveç rrogave, punon me humbje. Imagjinoni tani këtë E me juve qysh keni me imbulu shpenzimin? Konsolidim në terren nuk do ketë menaxhment partijak. Nuk do ketë menaxher që të vinë nga tefterat e A partive je me politike. qitë njerëz për punë që s'janë të kualifikuar? Patjetër. Shive, ajo që do bëj si ekonomist, do bëj performancën dhe vlerësimin e performancës të çdo punonjësi, qoftë menaxhmenti, qoftë punonjës, i cili është në çdo lloj institucioni komunal, edhe do bëhet 360 shkallë, nga klienti, nga kolegu dhe nga drejtori. Në qoftë se ato nuk e kënaqin performancën vitin e parë, do jepet me shkrim vërejqe dhe një lloj plani zhvillimor për ato pikat të cilat ato i kanë të dobta. Në qoftë se vitin e dytë ato marrin përsëri vlerësim negativ, unë jam i detyruar me ligj që ta përzoj nga puna. E të sjell persona të rinj, sepse në çdo parti ka persona të mirë, edhe do duhet ta kthej institucionin e shpalljes punës jeta. Do duhet të ketë konkurs aplikim dhe intervistë pune me njerëz ekspert të pavarur nga komuna dhe në fund të ketë vlerësim të performancës. Siç po e trajtoj administratën, unë dua që edhe administrata më trajton mua. Çdo vit do marr vlerësim nga punonjësit dhe nga qytetarët dhe ju premtoj publikisht që nëse vitin e dytë do bëj një referendum, qytetarët do vlerësojnë negativisht për performancën time, unë nuk dua t'i pres më zgjedhjet. Do largohem vetë. A ta finanson ty fushatën elektorale ndonjë ndërtues? Asnjë sepse unë e kam marr fushata ime financohet nga dy burime. E para nga fondet federale të mia dhe e dyta nga diaspora. Diaspora e cila është sa shumë është e prirur të ketë ndryshime, sepse janë patriotët madhëndej që duan këtë vend dhe asnjëherë nuk pyeten se si duhet zhvillohet ky vend. Ato sjellin 1 miliard euro nëpërmjet investimeve kapitale, harxhimeve në shtëpi, edhe harxhimeve për operative për të ndetur 2 javë në verë dhe 1 javë në dimër dhe askush kërkush si pyeten. Unë jam shpresa e vetme e tyre. Shpresa e cila lufton korrupsionin, lufton partitë politike të cilat duheshtet na sillin progres për na sollën regres. Visar 5 minutat e fundit, po du me ndëgju planin tënë për me e zhvillu arsimin në Gostivar. Arsimi është e vetë mja fush e cila nuk kam kompromis. Dhe me thënë e vetë mja fush me të cilën unë nuk dua të ketë kompromis. Gostivari sot ka 850 nxënës që janë në qerdhe, në ndërkohë që ka 5900 fëmijë në moshën nga 0 deri 7 vjeç. Me thënë ne 4000 fëmijë i lejojmë të strehohen në për atëherë, sot qerdhe keme mujt 4 vite me ndërtu. Çdo vit do kem nga 1 plus, sepse duhet që zgjerohet kapaciteti i qerdheve. Do e fus fuqishëm në shkollë orientimin karrierë, çdo fëmijë mos jetë rob i preferencave të shokut vet, bulizmit të shoqëve dhe shokëve vet. Nëse i ndërton 4 qerdhe, Visar, sa fëmijë mendon që keme i shti prej 0 deri 7 vjeç në nga 250 1000 fëmijë plotësues do jetë buxheti, sepse kaq mundemi të bëjmë në 4 vjeçarin e parë, do të arrisim kapacitetin për 100% të fëmijëve, që të mundet fshatrat posaçërisht që janë vende rurale, mos i sjellin fëmijët në qytet për qerdhe, po t'i mbajnë të afër vendbanineve, afër prindreve, që të mund t'i marrin gjyshrit dhe gjyshrit e tij saj nga qerdhja dhe të mund të zhvillojnë aftësitë sociale dhe pedagogjike në shkollë. Sa shkolla, sa shtëpi sportit, sallat sportit, sa biblioteka. Shkollat nuk janë mjaftueshme, pa që do të bëjmë ne, do ndërtojmë panele solare që shpenzimet operative, nuk e di a dini, për shkollat kanë borxhe diku afër 3 milion euro i kanë furnitorëve dhe bashkëpunëtorëve. Unë do dua që ta minimizoj këtë lloj borxhi duke futur panele solare që ato të mund shesin pastaj rrymë elektrike bizneseve përreth, edhe investimin që do marrin dhe fitimin që do marrin nga ky investim ta mund ta kthejnë në rinovimin e pajisjeve shkollore, modernizimin e pajisjeve, digitalizimin e proceseve, deri tek stipendionet dhe bursa që do marrin fëmijët ekselent për të marrë pjesë në përgara. Në sa shkolla kemi qit panele solare? Të gjitha, ne do kemi në të gjitha shkollat fillore dhe shkollat e mesme, do qësim vitin e parë panele solare, sepse kjo është e pa tjetërsueshme. Sa të kushton, Visar? Një panel solar kushton prej 10.000 deri 15.000 euro. Se cila shkolla, po? Tani varisht nga se sa hapësirë ka. Shkollat janë të ndryshme në hapësirë, mirë po. A punojnë gjitha shkollat e juja në Gostivar me një ndrim? Jo, nuk punojnë, ka 2 ndrime dhe kjo është për shkak të jo optimizimit të mjaftueshëm të profesorëve dhe nxënësve, ndërkohë që këtë shkollat tjera kanë optimizim sipas metodologjisë të Ministrisë Arsimit, që thotë që një ndrim ose një paralele të ketë 15 dhe 25 nxënës,
Te ne, kjo është 1/8. Një profesor ka 8 nxënës. Dhe do duhet njëre për gjithmonë që të optimizohet ky numër, që ato profesorët të cilët nuk kanë fonde torve, me partneritet me sektorin privat krijohen profile dhe kualifikime të reja për të rritur numrin e nxënësve në shkollat profesionale. Mirë, me një anë po folë që ka shumë mësues, po a keme guxu me qitë prej pune mësues nëse janë faktikisht ma shumë se që duhet për fëmijë. A keme Jo, mri? do kualifikimin e tyre për lëndë të cilat janë konform tregut punës të sektorit privat. E para dhe dyta do t'i fusim në për angazhime në edukim jo formal, sepse edukimi jo formal jeta tani po merr më tepër hovë se edukimi formal. Ne duhet të ndërpresim të japim diploma dhe certifikata jo dije. Ne duhet të shesim dhe të japim dije, të transferojmë kompetenca dhe shkallësi të reja dhe çdo profesor, qoftë i ciklit tullet, qoftë i ciklit lart, i cili nuk ka fonde të orëve, do duhet të rikualifikohet për të mundur të angazhoj një nxënës që të jetë i konkurrueshëm në tregun e punës. Nuk mundet më Gostivari të jetë i fundit në për testet rajonale, në për testet matematikës edhe mos ketë asnjë lloj shenje në për to testet rajonale. Lidhur me arsim, prej shkollave të Forinës dhe Qajlës kena pyetje, a do të kenë palestër këto dy shkolla? Shkolla e Qegranit ka palestër, ajo që u duhet shkollave Forinës dhe Qajlës, ju duhet mobilitet. Shkollat e Qajlës dhe Forinës nuk kanë transport organizuar. Ministria e Arsimit ju jep para blok dotacione komunës, në ndërkohë që komuna i keq përdorën për paga 99%. Dhe nuk ja jep kompanisë më të famshme të Gostivare, e cila thotë që nuk i ka paguar 1.2 milion euro dhe transporti është bërë vetëm të 2 javë e fundit kur kemi dalë në përzgjedhje. Ajo që i duhet nxënësve dhe prindërve është të qohet, të organizohet transport nga vendi i apo e premton transportin gjithmonë 4 vite? Kjo është bashkë me ujin, me kanalizimin, kjo është e drejtë themelore e qytetarit. Por se nuk e premtojmë këtë gjë, çfarë tjetër të premtojmë qytetarëve ne? Nëse i kemi disa pyetje të shpejta për fund, nëse gjatë mandatit juaj ngritet akt akus kundër jush, a jepni dorëheqje? Jo akt akus, vitin e dytë do bëj referendum, nëse nuk janë të kënaqur qytetarët, unë do largohem. Unë nuk vi nga politika, edhe nuk jetoj nga politika. Unë jetoj nga profesioni im, nga CV-ja ime, edhe nëse qytetarët e mi nuk janë të kënaqur, atëherë unë largohem nga politika, sepse ku punon momentalisht, masi po thum ki punë, mundesh më kthym. Unë kam dhënë dorëheqje nga një projekt i Bankës Botërore, të cilën para një jave e fitova si team leader, edhe dhash dorëheqje sepse u thash nga Washingtoni nuk është etike dhe morale, unë mbaj 2 profesione, edhe pse kam mund ta mbaj si part-time, kam thënë jo, sepse i dua më tepër Gostivarit. Edhe dorëzoj mandatin tim, ja kam dorëzuar një personit tjetër, i cili e ka marrë projektin që është akoma ka filluar tani dhe do jetë akoma i gjallë për 4 vjeçarin e ardhshëm, dhe unë e kam dhënë dorëheqje për të shërbyer Gostivarit. A ka sakrificë më të madhe se kjo jeta? Sa gra do t'i emrosh drejtoresha apo udhëheqësi dikasterave nëse bosh kryetar? Nuk mund ta premtoj sepse do kemi institucion konkurs. I rekomandoj dhe motivoj të gjitha gratë, sepse gratë janë menaxherë më të mirë se burrat. Marrin më pak riske edhe dinë bëjnë vendime më të cilësore. I motivoj që njerëzit të aplikojnë sepse te unë nuk do të ketë më nominime me tefter partijak. Edhe në qoftë se do të ketë persona që vendosin banerin tim me foton time në Facebook. Faleminderit shumë. Ishte ky Visar Ademi, kandidat i pavarur nga Gostivari.